Eksperienca dhe historia nga ka treguar që prej bankave të këtij institucioni të lartë arsimor janë farkëtuar njerëz të cilët kanë qenë ata promotorë të zhvillimit, kështu që derisa ne kemi të faktuar të pjesë dhe i njohim në një farë mënyrë dhe kurrikula dhe programet që janë përdorur në atë kohë, të cilat janë të bashkangjitura dhe sot me kërkesat që ka koha, pse jo të mos ishte e mundur përsëri që të riapi një vatërdije e saj natyre, siç ishte liceu francez i Korçës në atë kohë, i cili pse jo të vazhdoi të prodhojë mendje të ndritura, të cilët tashmë por edhe në atë kohë, sepse parantezë tu duhet të përmend që në liceun e Korçës nuk ka patur vetëm student të themit të qytetit të Korçës, apo të zonës dhe nga zonat tjera të Shqipërisë, por ka patur student nga Kosova, ka patur student nga shtetet të ndryshme të Evropës, të cilët kishin ardhur në Korçë dhe ndiqnin mësimet aty. Kështu që dhe sot me këtë riçelje që do të bëhet i kësaj shkolle, tentohet që jo vetëm vendet të Ballkanit, por njëkohësisht dhe më gjerë të jenë të sistemuar në Korçë për të jetuar aty dhe njëkohësisht për të vjuar dhe për të ndjekur mësimet te kjo shkollë që do të riapi. Dhe besoj se një pol të ri arsimor. Besoj se do të jetë një pol i rëndësishëm, pasi i besoj jashtëzakonisht shumë punës të Jérôme Le Bars, i cili ishte një ekspert i arsimit i dërguar nga Franca në Shqipëri dhe në Korçë, apo dhe në disa qytete të Shqipërisë, i cili është një ekspert ndërkombëtar për sa i përket pjesës të hapjes të shkollave të kësaj natyre. Ai ka bërë studimet e veta për sa i përket atyre pikave të ndryshme në Shqipëri që të mund të siguronte atë pjesën e ardhmërisë të themi të liceut. Ato analiza që ai bëri ishin të jashtëzakonshme dhe të mirëpritura jo vetëm në Korçë, por edhe në Elbasan, në Shkodër, në Tiranë, e në të tjera qytete, të cilët premtonin për studentë të mirë, të cilët do të ishin pjesë ose do të jenë pjesë të nesërmes në bankat e liceut që do të riapet. E kuptoj. Nga pikpamja historike, ti ke dorëzuar, i ke dhënë presidentit francez një album me fotografi të asaj kohe, besoj. Po, ai është një album i zhvillimit ose i themi historikut të liceut të Korçës, një album i cili fillonte prej vitit 1916, kur Korça u shpall si Shqipëri vetë qeveritare, ose e njohur ndryshe si Republika Shqiptare e Korçës, në mesin e luftës së parë botërore, dhe në vitin 1917, në datën 25 tetor, u shënua dhe çelja e këtij liceu. Më tutje albumi vionte dhe tregonte historikun përmes imazheve historike dhe dokumenteve apo imazheve të teksteve apo imazheve të dëftesa dhe të diplomave të liceut, deri në mbylljen e tij në maj të themit vitit 1939, kur pa nisur ende lufta e dytë botërore. Po, në momentin kur Shqipëria e kishte filluar tashmë luftën me agresionin fashist ndaj trojeve tona, por aty do të themi që në maj i vitit 1939 ishte momenti kur mësuesit ose profesorët francezë u larguan nga Korça, sepse liceu do të merrte trajtën e gjuhës italiane, pra e diktuar sipas kushteve të reja politike dhe shoqërore të krijuara në atë moment. Edhe njëkohësisht nuk kishte se si të mungoni që në pjesën të themi jo për nga vlera, por për nga kronologjia, në fund të albumit ishin të renditura dhe dhjetra fotografi, portrete të dëshmorëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare që kanë dalë nga bankat e liceut francez të Korçës, cilët janë një krenari më shumë për sa i përket formësimit që ky institucion i ka bërë atyre studentëve për të dashur jo vetëm atë dheun, por për të sakrifikuar dhe jetën për lirinë e tij.